I nderuar kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, të nderuar besimtar musliman të mbar vendit, ndër shqiptarët e rajonit dhe kudo në diasporën shqiptare, shkëlqësi ambasador, të nderuar të ftuar. Faleminderit të gjithëve juve që pranuat ftesën time për të shtruar këtë iftar. Është kënaqësi për mua, si presidenti i Shqipërisë, që të ndaj së bashku me ju një nga vlerat unikale njerëzore që trashëgojnë bashkombasit e mi të besimit musliman. Para së gjithash, dëshiroj që t'ju uroj mirëseardhjen në këtë darkë të veçantë të shtruar për nder të muajit të shenjtë Ramazanit. Muaji i madhrueshëm i Ramazanit është një muaj i bekuar në tërësinë e nderimeve që i bëjnë muslimanët Zotit tyre, Allahut. Në këtë muaj me qindra milion muslimana në mban kontinenteve sakrifikojnë nga jeta e përditshme për të fisnikëruar shpirtin e tyre. Vuajtjet tuaja sublime në muajin e Ramazanit e nxisin e i kujtojnë për herë shoqërisë tonë se ne kemi nevojë për herë për t'ju përkushtuar Zotit në të gjitha format deri në çastet e fundit të jetës, se kështu ruajmë të pastër moralin ton hyjnor. Në themelet e shtetit shqiptar, që lindi përmes dhimbjesh në fillimin e shekullit kaluar, në balë të flijimeve madhështore që u bën kurban nga populli ynë në tokë, qëndroi si më kryesori kontributi i bashkësisë muslimane, i asaj mase vigane të besimtarëve dhe besimtareve musliman që nuk e ndan kur fatin e tyre nga ai i Shqipërisë. Ishte ndihmesa juaj, të dashur besimtar musliman, që së bashku me ata ortodoks e katolik, bëri të mundur që nga përpjekjet e mëdha historike të lindte Shqipëria. Nëna e përbashkët e të gjithë atyre njerëzve që flasin shqip në trojet tona stërgjyshore. Komuniteti musliman i Shqipërisë dhe besimtarët kanë në histori rolin e tyre vendimtar. Në të gjitha fazat e rritjes së shtetit shqiptar në shekullin e 20, duke qenë ata vetë autorët e krijimit të atij fenomeni origjinal në Europë dhe në botë që e ka emrin e mrekullueshëm harmonia fetare e Shqipërisë. Dhuna totalitare e komunizmit ateist ra ashpër edhe mbi ju. Ajo ju vrau, burgosi, persekutoi, i rrafshoi ndërhinat tuaja. Por ju, të mësuar me sakrifica, i qëndruat atij besimi, se një ditë muaji i Ramazanit do të niste prapë në Shqipëri, dhe feja juaj do të çelte prapë syt si një pemë e mbjellë në shtëpi. Në këtë muaj, ata synojnë të përsosen, edhe më tepër, në rrugën e gjatë që kanë për të përshkuar deri në botën e përditshme. Prandaj unë, si presidenti i Republikës, ndihem tepër i lumtur që të respektoj me ju këtë periudhë kohe, kur ju vetë sakrifikoni për të qenë më të denjë për shoqërinë njerëzore. Po mbushet gati një çerek shekulli në historinë politike të Shqipërisë, që nga hiri i shkërmbosjes kujdogji besimet fetare diktatura, ashtu si zogu Feniks i mitologjisë lash që u ringjall, në qytetet dhe fshatrat të vendit u rilindën xhamit dhe kishat, nisën të ripërtërihen adhurimet ndaj Zotit,
falja e përditshme ndaj tij. Institucionet e kultit zunë të rimëkëmben. Kudo ku kish banor dhe dal nga dal ditët e shqiptarëve u pasurua në ndjenja. Ata ndërmorën përpjekje të mëdha për të fisnikëruar edhe më tej, pas gjithë atij shkatërrimi moral që solli tek ne ateizmi i imponuar, me përdhumë nga shteti i diktaturës së proletariatit. Sot, pas 25 vitesh, ne spaku jemi të ngushulluar me faktin se vuajtjet e martirëve nga radhët e klerikëve nuk shkuan kot. Biografia e muslimanizmit në historinë e popullit ton, për disa rrethana tepër origjinale dhe të pakrahasuara në asnjë shtet evropian, është modeli unik e një komunikimi shumë korrekt me besimet e tjera në Shqipëri. Kjo frymë shumë shekullore e tolerance kundrejt ortodoksisë dhe katolicizmit është një monument vlerash që e bën çdo musliman shqiptar të krenohet me fenë e tij dhe të jetë ballart në ballafaqimin me kulturat si motra. Po të jemi të sinqert edhe me raportet numerike ndërfetare në shekuj, del përfundimi arsyeshëm se humanizmi i shumicës muslimane ishte faktori përcaktues i ecjes son përpara në rrjedhjen e epokave. Është kjo ndihmese rradh e këtyre besimtarëve që u bë shkaku, arsyeja që një nga albanologët më të mëdhej të shekullit të 20, Gjermani Peter Barthy, të shkruaj librin e tij me titullin aq kuptimplot, Kontributi i muslimanëve shqiptar në pavarësinë e Shqipërisë 1878-1912. Duke u njohur pra atyre një kontribut të pazëvendësueshëm për liritë politike të Shqipërisë. Harmonia fetare shqiptare, kjo kryevlerë njerëzore, s'është as pak mit, siç pretendojnë disa. Ndonë se për të është folur me tepëri dhe do flitet ende shumë edhe në të ardhmen. Ajo qëndron në konstitucionin e kombit ton si ADN-ja e trupit njeriut. Ajo është një trashëgimi gjenetike e traditës son më themelore, por si një bukuroshe e fjetur ka nevojë për kujdesin ton për ta zgjuar, për ta ngritur në lartësi ku çdo shqiptar ta shohë dhe të pyes. Si do të ishte fati ynë kombëtar pa këtë respekt reciprok ndërfetar? Ku do të humbisnim në udhkryqjet e luftrave pa këtë semafor njerëzor më vete? Që edhe ky thesar i pamatshëm humanizmi i hoxhallarëve dhe i priftërinjve tanë, që bëri të mundur shtektimin e Shqipërisë në shekullin e 20 nga rrugët e thepisura të varfërisë në autostradat ku zë fill begatia. Në këtë hapësirë të gjerë që zuri shekulli i fundit i robërisë dhe i lirisë son, ata, klerikët e të gjitha besimeve, u bën pishtarët e përparimit, kur u predikuan masave jo gjuhën e urrejtjes, por të dashurisë, kur u paraqiten edhe vetë në rolin e aktorit historisë, siç qenë Vehbi Dibra, Dom Nikol Kaçorri, Fanoli, Baba Dervish Rexhepi e shumë tjerë. Edhe një herë, në nisje të këtij iftari, para së gjithash juro juve, mbarësi me rastin e këtij muaji të madhërueshëm të sakrificës së njeriut musliman në rrugën e tij të gjatë drejt përsosjes së pafundme. Le të shërbej ky muaj për gjithë ne si mesazh i qartë se bashkërisht duhet të investojmë për t'i afruar më shumë zemrat tona, për t'i unifikuar më tepër shqetësimet,
për ta zgjatur edhe më shumë dorën e bashkëpunimit. Duke përfunduar, ju uroj që Allahu i Madhërueshëm ju shpërbleft me mirësi, dashuri e begati, këto sakrifica, këto që bët në këtë muaj të shenjtë për gjithë shqiptarët. Ju falenderit dhe mbarësi.